Eksperti jep se duhet të mbani gjithmonë një sfungjer brenda frigoriferit. Frigoriferi është pa diskutim një ndër pajisjet elektroshtëpiake më të përdorura dhe më të dobishme në familjet shqiptare. Imagjinoni sa e vështirë ka qenë më parë për brezat e gjyshërve tanë që duhet të sajonin truke nga më të ndryshmet për të patur ushqime të freskëta. Dikush përdorte qilarin e shtëpisë, të tjerë fusnin ushqimet nëpër gropa të mbushura me ujë. Kurse ne kemi avantazhin e të paturit një pajisje që punon veç për ne. Madje mund të themi që nuk e heqim asnjëherë nga priza, vetëm nëse ikim me pushime ose kur duam ta pastrojmë. Frigoriferi është vendi ku ne vazhdimisht mbajmë ushqimin dhe logjikisht ai është i prirur të marrë erë në momentin kur këto ushqime qëndrojnë për një kohë të gjatë. Nuk kemi përse të rini e ta pastroni çdo moment. Vendosni një ose më shumë sfungjer të papërdorur në vendin ku zakonisht mbani fruta dhe perime dhe do të merrni rezultate fantastike. Ato do t'i thithin lagështinë e tepërt dhe do t'i ndihmojnë ushqimet të rezistojnë më shumë. Sapo të vini re se sfungjerët bëhen të lagësht, mund t'i zëvendësoni me të tjera.